Allah në fuqiplot i cili Zoti vetëm që meriton adhurim. Salavatet dhe selamet i takojnë pejgamberit alayhi salatu wassalam, i cili është profeti i fundit për mbar njerëzin. Këto lutje qofshin për familjen, shokët dhe gjithë besimtarët të cilët e ndjekin rrugën e tij deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, Allahu xhaleshanuhu e tërheq vërejtin apo jep një këshill edhe një orientim për besimtarët, thotë: o ju besimtar, keni frikë Allahun, edhe shikojeni veten çka keni përgatit për nesër. Shikojeni veten, apo ma ndryshe, llogariteni veten çka keni përgatit për nesër. E kjo fjala për nesër nuk është për qëllim për nesër, a ke përgatit gjell, pasula, kompira, po çka ke përgatit për ditën e kiametit, e cila sa duket larg është afër për arsye se vjen. Çdo gjë që vjen ajo është ngat. Çdo gjë që ka shkuar ajo është larg. Edhe pashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, nuk mundesh me shku ma përpara për pa u pyet ku e ke kalu apo çish e ke kalu ymrin tënd. E këtu ymrin, jetën tonë, hyn pastaj rinia jote, atë pastaj hyn ajo koha burrnis, koha pleshris, nëse Allah t'jep ymër, hyn profesionit të cilin e ke pas si profesion. A ke pas mision, a ke pas në shërbim të mirës, në rrugë të Zotit, a nuk e ke pas? Pse po e tham këta profesionin? Po duhet të dashur vëllezër me e bën një vrejtje, një tërheqje paraleles, po e që kështu, për arsye se shumë njerëz të cilët kur janë në detyrë, në pozicion, në pozitë caktume, e harron Zotin, duke mendu se tash edhe nuk kush e mba, është marrë me unë me shku më falë në xhami, është marrë edhe thjesht domethënë që ai total e lëshon frontin, e pastaj kur del në penzion, e ka pas mundësinë, o kon fetar, pastaj o tërheq, pastaj unë çka kum punu këtë post, unë kum pas këtë detyrë, mirë, ata ka po hajrin vetja jote mas pare, fetarisht, jo, ke pas tërheqje totale, pastaj i kthy, në rregull, dera pendimit është qel, por asesi na nuk guxojmë se na nuk e dim ka menar pleshnia, ndoshta në kohën e profesionit, kur jemi në kulmin e karrierës tonë, na vjen vdekja, na të përgatitemi, sepse Allah ka më na pyet për çdo sekond të jetës tonë se e kem kalu. Kur kem pozita dhe kur s'kem pozita jemi të njëjtit. Edhe mu më janë mirë kur i shoh njerëzit të cilët kanë pozita të caktuara, edhe janë pak komplekse. Nuk duhet me të marrë më fal. Sepse ti kur ti bjen Allahu te Azza në sejdë, ti si bjen kërkuin sejdë tjetër. Ti kur vjen në xhami e din që është një Zot i cili ka me të llogarit, sheh, të gjykon, të shpërblen nëse dëna. Ti nuk e ke çpërdor detyrën, nuk e ke çpërdor pozitën. Ti duhet të qenë krenar pse po vjen më fal. Jo i kompleksum. Jo sikur sa e besimtari që qohet pe kafës, kur pinë shokët e vet kafe dhe shkon falet, tinza, ku kesh në WC? Psa ama burnish mi thon kesh në WC, a kesh në xhami? Për çka? Për çka me kompleksu? Është diçka shumë e thjeshtë, shumë e mirë, shumë e normale që ti s'ka nevojë me kompleksu. Prandaj të përgatitemi për ditën e cila është e nesërmja jonë, e që do të vjen gjithsesi. Të nderuar vëllezër, gjë më e keqe që mund me bën njeriu është me jetu në gaflet. Fjala gaflet do të thonë në përgjumje, në pakujdesi. Hajtë se ka vakt, kërkush nuk e ka të garantuar prej neve ditën e sot me lemot nesërmen. Edhe përgatitja, me ne duke llogarit vetën e vetë është gjëja më e mirë dhe është me ja qelë syt vetit, me sy qelësi. Për shembull me bë plan, me analizu, gjatë këtij muaji, sa faqe Kurani kam lezu, sa pari kam dhënë sadak, sa namazi kam fal në xhami, sa herë kam fal nafile namaz. Ku e di çka, thuj ti, analizoj ama wal tandur nafsum ma qaddamat li ghad, secili njeri le të llogarit çka ka përgatit për nesër. Na po dëgjojmë çdo ditë lajme për njerëzit të cilët i njohim, se filani kapi kjo smundje, fisteku diç kret, vin thirr telefon filani ka dek, ti nuk i beson.
Si beson se të vjen habi. Mirë, kush ka siguri se dikush del prej shtëpisë në sabah dhe nuk kthehet në akşam? Kush ka siguri që është i garantuar që nesër ka me dalë në sabah? Askush prej neve. Prandaj të mos e jetojmë jetën në gaflet, në përgjumje. Të konë me suqel, në fakt me jetu të verbum në përgjum. Andaj, mesazhi sotëm të dashur vëllezër është fjala Allahu xhaleshanu, keni frikë Zotin. Edhe analizoni secili për veti çka ka përgatitur për ditën e nesërme, është për qëllim dita e vdekjes edhe dita e dhënies llogaria apo dita e gjykimit para Allahut azza wa xal. Lut Zotin e lartësuar që të na bëjë suqel, të jemi të kujdesshëm, të përgatitemi ta llogaritim veten, të analizojmë veprat tona, ka jemi të shku, marr apo prap. Kemi apo hajrin apo kemi apo sherrin. Lut Allah azza wa xal na bëf për atyre të cilët jo vetëm për vete që bëmi të dobishëm, por edhe për të tjerët. Kushdo që rri me neve, përfiton prej neve. Kushdo që ulet me neve në tavolinë, le të çohet prej tavolinës me iman plot, me vullnet për rrugë të Zotit. Allah na bëf prej atyre që jemi pishtar ndriçues, të cilët mbjellim iman, pozitivitet, vepra të hajrit, nxitje ka e mira dhe mbara. Zot na fal neve, fali prindrit tanë, fali ata që kanë gabu, udhëzoj ata të cilët kanë deviju, shëroj ata të cilët janë smur. Zot, ata që kanë vdek para nesh më shëroj, çajo selamet tona, bëjo varret e tyre në ur, shpirtat e tyre ngriti lart në xhenet, kurse trupat rahatoj në dhej. O Zot, kur na merr shpirtin, na merr me iman. Mos na lejo Zot që të devijojmë sa jemi gjallë, as të dënohemi mas vdekjes. Amin, amin, amin. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum walhamdulillahi rabbil